Një ish pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shtetas i Kosovës, është arrestuar nga autoritetet në Serbi para ditën e 5 shkurtit, siç thanë nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe siç ka deklaruar avokat Arjanit Koci. Autoritetet serbe konfirmuan se Mitat Lozhani u arrestua në ndyshimet për krime kundër popullatës civile. Nënkryetari i OVL-s së UÇK-s Gazmend Sylla tha se Lozhani u arrestua në kufirin mes Serbisë dhe Kroacisë dhe gjatë kontrollit i është gjetur në xhep kartela e anëtarësisë së veteranit të UÇK-s. Sylla shtoi se ai ka marrë pjesë në disa stërvitje në Shqipëri dhe nuk ka informacione të ketë qenë në vijat e frontit në Kosovë. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, pretendon se ai dyshohet për krime kundër popullatës civile. Sipas tij, Mitat Lozhani është dërguar në ndalim prej 48 orësh dhe më pas do të dërgohet para zyrës së prokurorisë për krime lufte ku do t'i ngrihet akt akuza. Serbia pretendon se ai dyshohet se ka kryer trajnime si pjesëtar i UÇK-s si zonës operative të Dukagjinit më 1998 dhe 1999, ku komandant ka qenë Ramush Haradinaj, dhe pas të cilave ka marrë pjesë në sulme terroriste kundër anëtarëve të MPB serbe dhe ushtrisë jugoslave. Në njoftim thuhet po ashtu se si antar i grupit të komanduar nga Ramush Haradinaj, ai ka marrë pjesë në rrëmbim dhe masakrim të policëve serb. Në vazhdim e këtyre akuzave nga Beogradi, ministri serb pretendoi se Mitat Lozhani ishte pjesë e një grupi të komanduar nga Ramush Haradinaj dhe se kishte marrë pjesë në rrëmbime dhe vrasje të pjesëtarëve të policisë serbe. Këto deklarata përfaqësojnë vazhdimsinë e një narrative të njohur të autoriteteve në Serbi, të cilat prej vitesh përpiqen të barazojnë luftën çlirimtare të UÇK-s me veprimet e tyre kriminale. Në Kosovë, raste të tilla shihen si pjesë e një strategjie politike dhe juridike nga ana e Beogradit për të kriminalizuar ish pjesëtarët e UÇK-s përmes akuzave të pabaza dhe procedurave selektive, ndërkohë që krimet e dokumentuara të forcave serbe ndaj civilëve shqiptar mbeten kryesisht të pandëshkuara. Avokati kosovar Arjanit Koci tha se arrestimi ndodhi rreth orës 11 të 5 shkurtit. Sipas tij, ky rast nuk është i izoluar pasi arrestimet të shtetasve të Kosovës që kalojnë nëpër Serbi po përsëriten. Ai kërkoi nga autoritetet e Kosovës që të reagojnë për këto arrestime, pa përjashtuar edhe masat politike, përfshirë edhe mbylljen 24 orare të kufirit nëse arrestimet nga ana e Serbisë vazhdojnë. Nga ana ime, në cilësinë e avokatit, po bëhet maksimumi i mundshëm. Megjithatë, mbrojtja efektive e qytetarëve të Kosovës nuk mund të mbetet vetëm në nivelin individual. Kjo është përgjegjësia e shtetit, brenda dhe jashtë kufive të tij, shkroi avokati. Serbia ka arrestuar vazhdimisht shtetas të Kosovës në pretendime për krime lufte në Kosovë në vitet 98-99 dhe vetëm në vitin 2005 u regjistruan disa arrestime të tilla.